më të shumë se asnjëherë tjetër shqiptarët dhe shqiptaret në Shqipëri dhe jashtë kufive do të bashkohen në rrugën tonë të përbashkët me Partinë Socialiste për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Zgjedhja e 11 majit, motra dhe vëllezër, është një zgjedhje shumë e qartë. Është një zgjedhje mes interesit të një populli të tërë dhe hallit të një njeriu të vetëm. Është një zgjedhje mes të mirës së përbashkët të shqiptarëve pa dallim, socialist apo demokrat, majtas apo djathtas, dhe interesit të një shtëpie të vetme. Është një zgjedhje mes Shqipërisë me BE-n në Europë apo Shqipërisë me bufin e kënetës prapë në grop. Unë e di shumë mirë që në këtë zonë nuk ka nevojë për shumë fjalime, se juve gëdhiheni me politikë, ngryseni në politikë. Unë e di shumë mirë se në këtë zonë nuk ka nevojë as të hap gojen ai që vjen për të kërkuar mbështetje, që ju në ndërkohë t'ja keni lexuar të tëra mendimet, sepse ju e ndiqni për ditë jetën politike të këtij vendi, e keni këtë, e keni pasur gjithnjë. Dhe nuk dua të bëj një fjalim të gjatë tu, por dua t'ju them shumë thjesht që ktheheni pak kokën pas, edhe mbyllni sytë dhe shikoni se ku ishte Tepelena, ku ishte Memalia, ku ishte qarku Gjirokastrës, kur ne morëm detyrën fal besimit dhe mbështetjes tuaj. Ktheheni kokën, mbyllni sytë dhe kujtoni. Të lutem se këtë jo, këtë nuk e dua këtë e keni kopje, mos e përdorin më këtë, e përdorin tjerët të. S'është e jona kjo, lëre këtë, nuk është e jona e kjo tani. Mos bini në, keni këtu gjithta mjeshtra të fjalës e të poezisë, shkoni meni, kopjoni një paqavure mitingjesh nga ato, të korave të vjetra të atyre që sot janë në kënet, lëre atë. Leje ato. Po nuk keni faj ju, ka faj Tërmeti. Sepse kur thoni o Tërmeto e ro Tepelena aty të do, a ju lejon. Lëre, mos e përmend më, Tërmet. Këtu respektohet e drejta autorit, autori nuk e duam atë autor, fare. Dakor? A dhe janë mitingje kënetash më, jeni në vetë apo? Ne këtu jemi të gjithë të barabartë, jemi të gjithë një. Nuk ka këtu heroj edhe të tjerë. Ne jemi të gjithë këtu të barabartë dhe të gjithë një. Dhe unë nuk jam heroj juaj. Jam kali që keni zgjedhur të tërheq karrocën. Kaq. Për t'ju shërbyer edhe për të bërë historisë bashku. Kështu që ju me historinë e keni raportin. Dhe në 11 maj, motra dhe vëllezër na ka ardhur neve. Fati e ka dashur që na vi neve shqiptarëve dhe shqiptarëve të kësaj kohe. Mundësia që të bëjmë historisë bashku dhe të përmbyllim një kalvar të gjatë që fillon nga shumë larg. Nga koha kur Gjergj Kastrioti, profeti i historisë tonë kombëtare, na e përcaktoi se nga duhet të shikonim. Nga Europa, jo nga Azia, dhe pastaj breza pas breza, shekuj pas shekuj, se kthyen atë profeci në një amanet, ku na infrashi shkroi për ne shqiptarët dielli lind andej nga Perëndon, dhe ku pastaj të tërë më pas, ata që luftuan për Shqipërinë,
menduan ditët kur më në fund fëmijët e Shqipërisë do të ishin qytetarë të Europës. Sot do në dorë ky fat. Që ta vendosim ne flamurin kuqezi në oborrin e Bashkimit Evropian. Prandaj në 11 maj nuk është një zgjedhje midis kush bën më mirë rrugë e kush bën më mirë ujësjellsa. Kush bën më mirë këtë e kush bën më mirë atë. Nuk është një zgjedhje midis kush i rrit vërtet pagat dhe kush bën sigur i rrit etj. Se këto të gjitha dihen dhe dihet që këto i bëjmë vetëm ne. Dihet që ekonominë e këtij vendi e kthyem në drejtimin e dur vetëm ne. Dihet që edhe drejtësinë në këtë vend e sollëm si frym dhe do ta vullosim si ligje, si zakon vetëm ne. Këto dihen. Por ajo që është përtej këtyre dhe që bën votimin e 11 majit, jo një zgjedhje e zakonshme politike, por një vendim historik popullor, është se në 11 maj me mbështetjen e shqiptarëve ne duhet përcaktojmë që nga zgjedhjet del një fuqi që ka mbështetje përtej partive për të mbyllur negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian në 2027 dhe për të bërë të mundur që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian dhe të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë të marrin pasaportën evropiane të Shqipërisë. Ajo pasaport nuk është një dokument tjetër udhëtimi. Ajo pasaport është një status i ri qytetarie. Ajo pasaport i jep fund historisë së një populli që është trajtuar gjithmonë si populli i dorës dytë. Ajo pasaport i jep fund ndarjes tonë kur shkojmë jashtë në një korridor të veçantë, ku na pyesin ku po vete, sa lekë me vete, këtu takosh, kush ka ftuar, ke hotel, s'ke hotel, e kur do ikësh. Ajo pasaport i jep fund ndarjes së fëmijëve tuaj kur shkojnë të studiojnë jashtë, si të huaj nga ata që janë atje europian dhe i bën dhe fëmijët tanë fëmijë europian dhe kur të shkojnë të studiojnë me atë pasaport nuk do kenë më 10 fishin e kostos që ju duhet mbuloni. Ajo pasaport na bën ne përfundimisht jo vetëm me zakon, se me zakon jemi në mes të Europës, por na bën ne edhe me dokument qytetar të barabartë dhe s'ka më franceze, gjermane, italiane, greke, qatë doj që të na shikoj nga lartë poshtë. Ne arritëm t'ja ngrëm Shqipërisë kokën. Ne arritëm t'ja nxjerrim Shqipërisë zërin e mirë. Ne arritëm t'a kthejmë Shqipërinë nga një vend ku stonte të vinte njeri në një vend që vjet erdhën 12 milion njerëz. Ne arritëm t'i bëjmë këto zona dhe i djetë braktisura, zona të fillimit të turizmit. Kujt i shkonte mendja që në Memaliaj do kishte një perspektiv pas mbylljes minierës dhe pas braktisjes. Kujt i shkonte mendja që në Memaliaj do të fillonin të çelnin investimet për agroturizëm e agropërpunim. Kujt i shkonte mendja që Vjosa do të bëhej lumi me nam i Europës dhe do të kthehej një park kombëtar ku tani do të vazhdojnë investime pas investimesh. Pak kujt i shkon ndërmendja. Por ne e ndjem që ishte misioni ynë dhe këtë mision ne po çojmë përpara. Nuk duhet të ndalemi. Nuk duhet të ndalemi sepse tani më jemi në ngjitje. Jemi në ngjitje dhe duhet vazhdojmë në ngjitje. Shqipëria duhet të ngjitet në majën ku e meritojnë fëmijët tanë. Shqipëria 2030 duhet të jetë Shqipëria që e ka mbyllur përfundimisht marrëdhënien e vet me të shkuarën dhe që ka hapur përfundimisht horizontin ku liria individuale, barazia para ligjit, zhvillimi, mirëqenia janë jo më thjesht dëshira apo vullneti, një palë këtu e një palë tjetër
por janë vetë arsyeja e ekzistencës së familjes bashkuar europiane, ku ne do të jemi pjesë e barabartë. Kështu që unë dua t'i siguroj të tërë dhe të tëra që janë këtu se ne do të vazhdojmë me më shumë investime për infrastrukturën. Do të vazhdojmë me më shumë investime të tjera edhe për shkolla, dhe për kopshte dhe për qerdhe. Do vazhdojmë me më shumë investime të tjera edhe për shëndetësinë, do vazhdojmë të rrisim pagat. Do rrisim edhe më shumë prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Kur ne morëm detyrën ishte më pak se 10 miliardë euro, e tërë Shqipëria. Sot është 25 miliardë, do ta çojmë 33 miliardë të paktën. E kështu me radhë, por misioni çdo kujt që ka një vot në 11 maj është Europa, është Shqipëria Europiane. Ju keni miq të afërm, familjar në Greqi. Ata sot janë në ankth për pensionet, sepse ju ka ardhur koha e daljes në pension. Kanë punuar vitet tëra, kanë paguar sigurime shoqërore atje. Dhe pyetja është, a do t'ju njihen? Ashtu sikundër, shumë kush prej tyre që vjen edhe kërkon pensionin këtu, lebetitet se thot si ka mundi, por ka qenë atje, nuk ka paguar këtu sigurime shoqërore. Dhe të gjitha këto kërkojnë një marrëveshje me Greqinë. Ashtu sikundër ata janë, ju e dini mirë, dokumenta sot e dokumenta nesër, shko rifresko vullat e shko merë dokumentat të tjera. Të gjitha këto mbarojnë nëse ata marrin këtë pasaport. Sepse me këtë pasaport në çdo vend të Europës je njësoj si çdo europian tjetër, madje në çdo vend të Europës ke të drejtë të zgjidhesh në Këshillin, ke drejtë të zgjidhesh kryetar komune, ke drejtë të zgjidhesh kryetar bashkie, ke drejtë të zgjidhesh në Parlamentin Evropian me atë pasaport. Vetëm nëse do të bëhesh deputet e ministër në Greqi e në Itali duhet të kesh pasaportën greke dhe italiane. Për çdo gjë tjetër je njësoj dhe je i barabartë. E kuptoni çfarë do të thotë? Është një Shqipëri e re që na pret. Dhe pret çfarë? Pret votën. Votën e secilit dhe të secilës, dhe si mundet që dikush për inat të Partisë Socialiste të marri votën ta hedhi në kënet, një vot që sot na ka qelluar ne, kësaj gjenerate, në këtë moment, është për Europën, është për amanetin, është amaneti të parëve, nuk është kërkesë e imja dhe Partisë Socialiste. Është amaneti të parëve. Është ai amanet që i shtyu shumë shqiptarë në mars të 92-shit të votojnë Partinë Demokratike, dhe pse nuk e shikonin dot me sy Partinë Demokratike, por ama ishte koha dhe vendi për amanetin, për të mbyllur përfundimisht historinë e të shkuarës dhe për të drejtuar mia. Dhe pastaj vetëm 6 muaj më vonë, shumica e ndërshkoi Partinë Demokratike në zgjedhje lokale, sepse ato ishin pjesë e jetës normale. Ama marsi nuk ishte pjesë e jetës normale, ishte takim me historinë. Ky është takimi i dytë me historinë në 11 maj. Kështu që bëni gjithçka në këto ditë për të nxjerrë nga sa më shumë fqinj, nga sa më shumë të njohur demokrat atë shejtanin në bark. Dhe për të thënë nuk keni nevojë të bëheni socialist, për të thotë njeri as të doni Edi Ramën, as doni Partinë Socialiste, por e jani të votojmë së bashku, edhe mbyllni syt, edhe hidheni atë vot tek pesa. Se aty është kutia e të ardhmes. Edhe jo në kënet. Jo në kënet, jo të bufi. Se s'do ju flasun ju për bufit, se bufit ja keni kënduar ju Trisain, kurse njifte njeri akoma. Shumë faleminderit, shumë respekt, edhe vetëm drejt, edhe në 11 maj të nxjerrim
nga kutit këtu në qarkun e Gjirokastër rezultatin më të mirë ndonjëherë dhe t'i japin mësimin më të madh ndonjëherë Kënetës dhe Bufit. Faleminderit.